A nuk habitesh. Berire, radiallahu anha, kishte qenë robëreshe një familjeje nga ensarët. Ajo kishte bërë marrëveshje me ta që ta shpaguante veten e saj dhe ta fitonte lirinë në këmbim të 9 ukijeve prej argjendi që do t'ua paguante atyre nga 1 ukije për çdo vit. Ajo shkoi tek nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha për të kërkuar ndihmë për pagimin e këtyre kësteve, sepse i kishin mbetur edhe 5 ukije që Aisha radiallahu anha i pagoi të gjitha njëherësh dhe i dha lirinë. Pasi fitoi lirinë dhe tashmë e mori çështjen e saj në dorë, vendosi ta rishikoj lidhjen e saj martesore. Ajo tashmë ishte e lirë, kurse burri i saj, Mughiti radiallahu anhu, ishte akoma sklav. Dhe ajo kishte të drejtë që të vendoste nëse do të vazhdonte këtë lidhje martesore ose jo. Në fund, ajo mori një vendim dhe vendosi t'i jepte fund të lidhjes martesore, për shkak të dobësimit të dashurisë për të. Por ai ishte shumë i lidhur pas saj, e donte shumë dhe, kur mësoi për vendimin e saj, filloi ta ndiqte nga pas në rrugët e Medinës, duke u përpjekur ta bindë, ndërsa lotët i rritnin deri tek mjekra. Mirëpa ajo refuzonte duke i thënë: "Nuk kam nevojë për ty." Profeti sallallahu alaihi wasallam i pa të dy në këtë gjendje dhe kishte me vete edhe xhaxhain e tij Abbasin radiallahu anhu, të cilit i tha: "O Abbas, a nuk të habit dashuria e Mughithit për Beriren dhe urrëtia e Berires për Mughitin?" Mughiti radiallahu anhu kërkoi ndihmën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam që t'i fliste asaj. Profeti shkoi tek ajo dhe i tha: "Sikur ta ktheje përsëri atë, sepse ai është baba i fëmijës tënd." Ajo i tha: "O i dërguari i Allahut, apo më urdhëron? A jam i detyruar ta bëj këtë?" Ai i tha: "Jo, unë jam këtu si ndërmjetësues." Ajo i tha: "Nuk kam nevojë për të. Edhe nëse do të më jepte kaq përsëri nuk do të shkoja tek ai." Në fund, ndodhi siç deshi ajo, dhe u nda nga ai me gjithë ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dashurinë e madhe që kishte ai për të. Le të ndalemi tek disa fragmente të kësaj skene. 1. Të bën përshtypje kuptimi i pejgamberit ndaj dëshirave emocionale dhe ndjenjave të zemrave. Pozicioni i tij nuk ishte as qortues dhe as kundërshtues, por pranues dhe i habitur nga dashuria e madhe e Mughithit nga njëra anë dhe nga urrëtia e madhe e Berires nga ana tjetër. Habimi i tij për këtë antagonizëm emocional e ndau edhe me xhaxhain e vet Abbasin radiallahu anhu, sepse në përgjithësi ai që do edhe e duan, por në këtë rast gjeti dashurinë e fortë përballë urrëties së madhe. Kjo mënyrë të kuptuarit të gjendjes së zemrave dhe dominimit të ndjenjave, edhe kjo pamje realiste e ndjenjave të brendshme, është një pjesë e harmonisë midis sheriatit dhe natyrshmërisë njerëzore. Udhëzimi profetik erdhi me zgjerimin e hapësirës së dëzimit dhe lehtësimin e trishtimit, si dhe u dha hapësirë emocioneve dhe ndjenjave. Ato mund të shprehen haptazi, mund të orientohen dhe mund të përmirësohen, por nuk duhen shtypur dhe as nuk duhen mohuar. Njëra nga skenat më të qarta të konfirmimit të ndjenjës së dashurisë ishte ndërmjetësimi i pejgamberit për këtë burr të dashuruar tek gruaja që ishte ndarë prej tij. 2. A nuk të habit dashuria e Mughithit për Beriren dhe urrëtia e Berires për Mughithin? Ky hadith dhe kjo histori në tregojnë se shoqëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte një shoqëri dashurie që nuk e shikonin atë si diçka të çuditshme, por çuditeshin kur dashuria përballej me urrëtie. 3. Autori El Aini në librin Referenca e lexuesit, në shpjegimin e këtij hadithi ka thënë: "Nga ky hadith mësojmë se nuk ka asgjë të keqe që një musliman ta dojë një grua muslimane duke e shprehur haptazi këtë ose jo. Ai nuk ngarkohet me mëkat për këtë, dhe nëse ajo dashuri është e madhe, por me kusht që të mos bëjë ndonjë veprim të ndaluar dhe nuk kryen ndonjë mëkat të qartë." 4. Zgjerimi i hapësirës së përkujdesjes së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për çështjet e njerëzve dhe interesimi për ta, madje duke ndërmjetësuar edhe në një çështje martesore mes një sklavi dhe një robëreshe që sapo e kishte fituar lirinë. Kjo përkujdesje ishte e qartë tek të gjithë shokët e tij, aq sa
edhe një skllave dinte se gëzonte të drejtat tek autoriteti i profetit sallallahu alaihi wasallam, ndaj kërkoi atij që ta bënte këndërmjetësim. Pejgamberi e pranoi kërkesën e tij dhe u përpoq t'ia zgjidhte problemin. Kur mendon se edhe këto nevoje emocionale personale gjenin vend tek vëmendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ç'mund të mendojmë për gjërat e tjera më të rëndësishme dhe me interes të përgjithshëm. 5. Personaliteti i pavarur i Berires, radiallahu anha, dhe aftësia e saj për të marrë vendime dhe për të mbartur përgjegjësi të plotë për pasojat e vendimeve të saj. Kjo duket edhe në mënyrën se si e menaxhoi diskutimin me pejgamberin dhe përfundoi me marrjen e një vendimi të qartë. Pyetjet që bëri ajo kur u gjend para ndërmjetësimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O i dërguari i Allahut, apo më urdhëron? A jam e detyruar ta bëj këtë? Pra, për ta ditur nëse ishte një urdhër nga i dërguari apo thjesht një ndërmjetësim nga ana e tij. Dhe kur mësoi se ishte vetëm një përpjekje për ndërmjetësim, e shprehu mendimin e saj, duke refuzuar të qëndronte e lidhur me martesë me një burrë që nuk e donte, edhe pse ndërmjetësuesi ishte vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është për t'u habitur nga aftësia e një gruaje që sapo ka dalë nga skllavëria për të marrë në dorë të drejtën e saj dhe të shpreh mendimin e saj dhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo habi largohet kur e mëson se ajo është rritur në ambientin profetik dhe në shkollën e Muhamedit, që ndërton dhe zhvillon një personalitet të shëndetshëm, të kompletuar dhe të sigurt në vetvete, që nuk tkurret dhe nuk kompleksohet, që i kryen detyrat dhe i njeh edhe të drejtat e veta. 6. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndjeu brenda vetes asgjë të keqe ndaj Berires radiallahu anha dhe nuk e humbi respektin e tij për shkak të refuzimit që ajo i bëri ndërmjetësimit të tij. As Berire radiallahu anha nuk ndjente se refuzimi i ndërmjetësimit të pejgamberit mund të ndikonte tek pozitat që kishte ajo tek ai dhe as tek pozitat që gëzonte ai tek ajo. Nga kjo duhet të marrin mësim të gjithë ata që marrin përsipër të ndërmjetësojnë mes palëve që pranimi ose refuzimi i ndërmjetësimit nuk duhet të ndikojë tek vendi që ka ky person në zemrën e tij.